Përshëndetje miq, mirë se jemi sërish në kjo është koha në momentin jemi sërish së bashku. Në këto minuta në vijim do të flasim mbi zemrën, jo vetëm jo në aspektin funksional të saj, jo si organ, por se do të flasim si platforma ku qëndron besimi, ku qëndrojnë mendimet tona, ku përmes të cilës shpesh marrim dhe vendimet tona. Zemra është një aspekt i cili përmendet në mënyrë të vazhdueshme në Kur'an, e cila gjithashtu ka, mund të themi kështu, receta orientuese si ajo të jetë sa më e shëndetshme, sa më e gjallë dhe sa më e mbushur me besim. Por të folur mbi zemrën, mbi ligjet e saj, mbi natyrën e saj, sot kemi kënaqësinë të kemi Hoxhën nderuar Nis Rama. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjella, Eler, faleminderit shumë. Hoxh, zemra përmendet në mënyrë të vazhdueshme në Kur'an. Kuptohet që zemra është organi i rëndësishëm për trupin e njeriut, po duket sikur në Kur'an përmendet edhe si, po themi kështu, krye organi i njeriut, pra i cili shpesh është dhe vendimarrës për njeriu. Çfarë kupton zemra në këndvështrimin kuranor? Fillimisht lutë Allahun e manduar që këto ditë të Ramazanit që kanë kaluar, Zoti t'i ketë pranuar në vepra të mira. Ajo që ka mbet, Zoti e bëftë edhe më të mirë se që ka kaluar. Dhe është Allah i manduar që i tërë kjo aktivitet dhe angazhimi joni këtë Ramazan të jetë realisht në shërbim të ngjalljes së kësaj zemre që po flasim për të, dhe kthimit të saj të duhur tek Zoti i saj dhe kthimit të saj në arenën e jetës tonë si duhet. Zemra përmend në Kur'an shumë dhe Allahu xhallahu ala i ka dhënë funksione të rëndësishme kësaj zemre. Pavarësisht shpjegimit të saj se çka nuk kupton kjo zemër, disa dietar kanë është një brendi e njeriu ku realisht atje është pjesa e besimit të tjerë, pjesa e vendimarrjes së tij. Sot ne kemi edhe shpjegime të shumta për inteligjencën dhe llojet e saj. Po tash ka dalë inteligjenca edhe emocionale, jo vetëm ajo që kemi ditë më herët në kuptimin e aftësisë mendore si materie e trupit të njeriu. Andaj njeriu si duket ka shumë më tepër se një mënyrë të caktuar të mendimit të tij dhe formulimit të mendimeve të tij. Edhe ka shumë njerëz të cilët ndjekin trajnime të vazhdueshme për inteligjencën emocionale, duke qenë kjo një prej shkaktarëve kryesor dhe të suksesit në jetë. Po, patjetër. Madje është konstatuar tashmë, kjo është e hershme në shpjegimet tona dhe në ato që Kurani ka fol, por tash është konstatuar se realisht sipas shpjegimeve që s'pakun kam rrit me lexu për palës tjetër, domethënë që realisht njeriu qen ka ky kësaj inteligjencë, jo asaj që na kemi ditë më tani. Kjo është më e rëndësishme, inteligjenca emocionale. Po, realisht kjo dallon nga kjo tash. Empatia, vetëpërmbajtja, imagjinata, të gjitha këto. Se në kuptimin e parë tash na ka dalë inteligjenca artificiale, apo që te kalon njeriu shumë larg apo. Në kuptimin e zotërimit të informatave, po jo edhe përpunimet edhe ndjeshmërisë në raport me ato informata. Sidoqoftë, është një brend diçka e brendshme, që nuk është larg asaj që ka të bëjë me aspektin organik të zemrës. Po nuk po flasim për këtë organin që e ka rolin e pompimit të gjakut dhe rolin kryesor në jetën e njeriu, por po flasim për diçka më të brendshme, për te kësaj organike materiale që ne e shohim. Kjo zemër që po flasim ne për të është një zemër që nuk ka të bëjë me materien, nuk ka të bëjë me këtë botë. Ajo pothuajse është ardhur nga bota tjetër, apo e vendosur tek njeriu për ta lidhur me botën tjetër. Sikur që pejgamberi ka folur për gurën e zi, apo se ka për xhenetit. Po që na kujton neve diçka të asaj bote se është sjellja rreth çapës në turizëm, por është rrugtim dhe shtektim drejt botës tjetër. Pra edhe rreth çapës duhet të jetë zemra ajo që lëviz përpara se lëvizin këmbët. Patjetër. Prandaj Allahu xhallahu ala ka dërguar diçka për asaj bote, pa kushtimisht apo që realisht të kemi një lidhje me atë vendbanim që është realisht i krijuar për neve. Andaj pavarësisht ta shpjegimeve të dietarëve se cila është ajo pjesë si duket, mos tym në këto detaj të kursime shikues në këto debate të gjata. Dietarët kanë përmendur se ajo që është e njohur dhe domthonë nuk ka rreth sa mos patim se roli i zemrës në formimin dhe avancimin dhe përfaqësimin e njeriu përmes gjymtyrave të tjera është bazik dhe esencial. Zemra e ka rolin e liderit dhe shëndeti i saj realisht
prodhon shëndet edhe për gjymtyrët e tjera. Dhe smundja e saj realisht shkakton smundje edhe tek gjymtyrët e tjera. Pra ne marrim vendime në bazë asaj që duam, pra asaj që vendos zemra, jo asaj që rasti kryesor është ushqimi. Ne shpesh nuk ham gjërat e shëndetshme, po ham gjërat që duam dhe na shijojnë. Pra duket këto jo. Këto nuk është azam, kjo është punë e epshit. Këto është epshi, ai që ka këndikim. Kjo që ti po flet, është kur zemra nuk është aktive. Kur zemra nuk është, domethënë, është e dobët. Po, e dobët. Po, është e smurt. Po, se njëri realisht gjithçka që ka në dobinë e njeriu, edhe shëndetësore, në zemra e inkurajon. Ato që është në dobinë e shijes së njeriu, dhe tek e tij është e fsharake. Prandaj zemra e korrigjon e orienton gjuhën, zemra e orienton syrin. Dhe ka një rol interaktiv. Në çfarë kuptimi? Zemra e udhëheq syrin dhe veshin dhe gjuhën. Po i prem këto tria, edhe të tjerat. Po edhe këto domon realisht ndikojnë te zemra. Andaj ka një lloj interaktiviteti të dy anshëm. Por esenca është zemra. Zemra ka funksione. Dhe funksioni që i ka zemra nuk mund askur ta zëvendësoj. Nuk ka mundësi. Zoti ja ka dhënë këto funksione vetëm zemrës. Dhe ajo është që realisht i kryen apo sigurisht këto funksione. Dhe arritja e njeriut në destinacion e kërkuar varet nga udhëtimi i zemrës, jo nga lëvizja e këmbëve dhe gjymtyrëve të tij. Për shembull, një nga funksionet e zemrës është të udhëton drejt Allahut mënduar. Ne jemi udhëtar, ka pa dhe popullat ne jemi udhëtar. Me çka njëri udhëton? Në këtë botë me këmbë, me automjet, me aeroplan, udhëton, po ka mjet të udhëtimit. Ndërsa me çka udhëtojmë tek Allahu i mënduar? Me zemër. Me zemër. Prandaj njeriu mund të jetë afër Allahut me një kuptim të jetësuar të zemrës që lidh me Zotin, dhe mund të jetë larg Allahut të marrë shumë me një kuptim të fikur që është dashur të jetë i ndezur në zemrën e njeriu. Pra tek e njëjta zemër mund të realizohen lartësime të mëdha, adhurime të mëdha, po dhe tek e njëjta zemër mund të qëndrojë shumë negativitet dhe shumë helm. Ju gjithashtu i keni kushtuar një libër adhurimeve të zemrës, ku në krye të kapitullit ose kapitulli i parë është me sinqeritetin. Për adhurimeve kryesore, pse është kaq i rëndësishëm një zemër e sinqert ose sinqeritetin në zemër? Ka shumë arsye, edhe pse në libër nuk kam ndjek ndonjë renditje strikte që nuk kupton se nuk bën ndryshe, por sikur ta kisha bërë edhe një herë, prapë do të ishte sinqeriteti i parë që ne e trajtojmë. Normalisht aty tek adhurimi i zemrës ka qenë dashnia për Allahun, që është esenca e gjithçka, por në kuptimin e veprimit, sinqeriteti është tetë i rëndësishëm për një fakt duhet të përmend, jo shumë tjera, me që edhe koha është të kufizuar se për këtë duhet tema të shumë të flasim. Zemra e ka një rrezik vetëm që pengon funksionimin e saj si duhet. Ajo është epshi. Është egoja. Që Allah e ka krijuar tek njeriu për të mirën e njeriu. Por ajo ego, ai epsh tek njeriu duhet të menaxhohet nga zemra. Nëse nuk menaxhohet nga zemra, por vetë menaxhohet epshi, atëherë njeriu kalon kufit. Kalon kufit, nga se epshi i njeriu nuk mirret me atë çka i duhet, po mirret me atë që i përshtatet. Nga domthon shija, përjetimi, këndshëm, kënaqësia kështu me radhë. Si mund ta menaxhoj, si mund ta frenë zemra pasionin e njeriu, i cili shpesh ditë të jetë i pandalshëm dhe i pakufit? E kjo është ajo që e përmana sinqeritetin. E kam pyet Sufjanin Thauri rahimullahu nga dia totë me i kanë pse është kaq i vështirë sinqeriteti. Nuk është bashkë lehtë me kon, nuk po flas për atë sinqeritetin bazik, që çdo besimtar deri diku në ka ndarjen e madhe nëse si e gënjeshtar dhe po flas për ta, po flas për një që ka të nivelit shumë. Sinqeritet brenda sinqeritetit. Po mbrana është shumë i lartë, është një pamje shumë e kulluar, shumë e çiltër e qëllimit ku je nis dhe asaj që ka të sunet me besimin tënd. Andaj i kanë thonë Sufjan e Thaurit rahimullah, pse është kaq i vështirë sinqeriteti? Ka thonë për shkak se egoja s'ka hisën te. S'ka të kurrë. Do rreth sinqeriteti është përpjekja e zemrës për të përjashtuar egon nga ndërhyrjet e kaj. Kjo është betejë e madhe. Apo. Nga se gati çdo adhurim mund të ndërhyjnë. A mund të ndodhë që të jemi edhe agjërueshëm dhe jo të sinqert me këto kuptime që ju thatë?
Pra mund mos jemi plotësisht të sinqert. Çfarë nuk kupton kjo? Për ta kuptuar ndoshta. Po, sinqeriteti mund të jetë me fjalë dhe mund të jetë me vepër. Mund të jetë me fjalë dhe me vepër. Për shembull, nëse njeriu falet, është vepër. Dhe në këtë vepër mund të ketë për shembull mungesë sinqeriteti. Për faktin se njeriu për shembull mund ta zgjat namazin, mund të bën veprime për shembull që i bën përshtypje dikujt që po e shikon. Dhe këto është syfacia, apo ne bën përshtypje për faqe. Po. Ndërsa tek agjerimi nuk mund të ketë mungesë sinqeriteti në aspektin praktik. Se ti praktikisht kur agjerushëm nuk mund ta shpërfaqesh praktikisht si agjerushëm. Apo. Në kuptimin e jashtëm si ai agjerushëm, si ai që nuk është agjerushëm janë të njëjtë. Mirë, po ku mund të prisht sinqeriteti te aspekti ose tek niveli i fjalës? Unë jam agjerushëm. Unë po bëj këtë. A ne mund ta prish me fjalë, por jo edhe me vepër. Prandaj në këtë aspekt agjerimi është nga adhurimet më të avancuara në aspektin e kultivimit të sinqeritetit në zemrën e njeriut. Dhe pikërisht nga kjo arsye kanë thënë dietarët se dallimi i agjerimit nga adhurimet e tjera në hadith që ka ardhur është pikërisht nga kjo derë. Ku Allahu thotë çdo vepër e birit të Ademit është për të, përveç agjerimit, ai është për mua. Mirë, po çdo vepër është për Allahun. Në kuptimin e përkushtimit, në kuptimin e shpëlimit, çdo vepër është për birin e Ademit, unë agjeroj për veten tëm, jo për Zotin, Zoti nuk i duhet agjerimin. Pse e ka veçuar Allahu sinqeritetin nga veprat e tjera, duke thënë ky është për mua, pikërisht për shkak të agjerimin e ka veçuar pikërisht për shkak se në agjerim mund të themi se mblidhet një sasi aq e madhe e sinqeritetit dhe agjerimi e ruan këtë sasi pa e prek fare përndem nga veprat e tjera. Prandaj sinqeriteti realisht korrespondon mirë të mrekullueshëm me agjerimin. Edhe është agjerimi i sinqert, por agjerimi e kultivon sinqeritetin e besimtarit përsa ka gojën e mbyllur. E kjo është më e lehtë se kurse për shembull kur bie fjalë për namazin, për sadakon, për shembull. Njëri jep po ndoshta nuk e jep lehtë në vetmi që jep për shembull në pranitë të njerëzve. Nëse agjerimi s'e ka këtë problem. Nga se agjerushëm edhe mirë të veshti, mund të mes rrugëve të Tiranës, rrugëve të Prishtinës, ku të qoftë, dhe nuk ndalësh kush pa gjë, kush nuk pa gjë, nuk e din. Pra agjerushëm e ke shumë lehtë ta përjetosh. Ta përjetosh sinqeritetin. Ndërkohë ju thatë se çdo individ, çdo besimtar rrugton tek Zoti me zemrën e tij. Në fund ky është qëllimi i çdo besimi, çdo besimtari, çdo adhurimi. Si na lehtëson ose çfarë na këshilloni që ky rrugtim të jetë sa më i plot, sa më i sigurt, sa më i shpejt në destinacion pa ndalesat e panevojshme. Unë përmend një funksion të zemrës që është udhëtimi ndaj Allahut mënduar. Zemra duhet me lëviz. Për të lëvizje duhet shëndeti. Se njëri me shëndet lëviz, kur ti smur nuk mund të lëviz. Prandaj duhet të kemi një zemër të shëndosh. Të shëndosh në kuptim të asaj që është ndërtuar me adhurime dhe është e pastër nga smundjet e zemrës. Nga funksionet e zemrës është ti një pengesë të rrugës. Çka më del rrugë mua? Nga pengesat. Prandaj njohja e pengesave e lehtëson udhëtimin. Pra dhe zemra duket sikur është delikate. Mund ta prekin viruset të ndryshme, mund ta dëmtojnë. Mund ta dëmtojnë. Se shpesh kemi vetdijen që zemrën e kam të pastër, zemrën e kam, po themi, të mbushur me besim dhe nuk kam asnjë merak në këtë aspekt. Kjo do të ishte mirë, po të ishte kështu. Mirë po praktika e përditshme është ajo që dëshmon pastaj saktësinë e këtij pretendimi apo jo saktësinë e këtij pretendimi. Nuk ka çështje me pretendime. Allah tha lejse bi amanikum. Nuk ka çështje me pretendimet e juaja e as me pretendimet e ehli kitabit. Do e thotë nuk ka kjo punë pretendimi, ne kemi më mirë, kemi më mirë. Çka ka pretendimi? Kjo punë rregull, kjo punë referencë, kjo punë marrësh e kthymë në shpallje. Atje kthoni. Dhe atje më të zemrën juaj. A është zemra mirë, nuk ka zemra mirë. Allah nuk ka flet për llojet e zemrave. Fletë Allah për gjendjen e zemrave. Dhe përmend kur një zemër kur e shëndosh çfarë gjendje ka, kur është smut çfarë gjendje ka. Është e mrekullueshme çfarë shpjegimi bëhet në Kur'an për çështën e zemrës. Pra sikurse edhe në aspektin e kardiologjik për shembull. Mjeku thot për shembull kur ngjitet shkollëva, mushesh frymë thot po.
Për zemra. Simptomat e zemrës smut. Ka simptome, ka tregues saktuar. Për shtrëngimet e caktuara në gjaks për shembull, ose shtypja e ngritur ose shtypja e ulët, këto janë simptome që tregojnë për një gjendje të caktuar të zemrës tonë. Edhe në Kur'an çfarë ka? Allahu te barë thot për shembull, atë nuk shtohet gjoksi kur për shembull këshillon dikush për të mirë, po. Zemra problem, se zemra gëzohet kur dikush e këshillon. Veç kur është smut për shembull nuk pranon këshilla. A gëzohesh për shembull kur e kryen adhurim apo e ki melodje, valla e kry po gjyshi melodje. Po pse zemra lodh, se po thjesht zemra aktive e shëndetshme me vrap dhe me nxitim kishte mi kry adhurimet, njëjtë. Apo sikurse qysh po ngjitet në shkollë, qysh po vrapon mal edhe këtu. Kur vjen një urdhë i Allahut xhalla si vrapon ti me jecuate? A me prolongim, a me arsyetim, a me justifikime, a me stërzgjatim, apo me nxitim, me herë? Po, ka thonë Zoti, unë e zbatoj. Këto janë gjendjet që ti she që tregojnë si është puna e zemrës tonë. Ju përmendët pengesat në këtë rrugtim të zemrës drejt Zotit. Çfarë mund të veçoni tek pengesat? Çfarë mbrapsht zemrën në këtë rrugtim? Ka pengesa që i kanë përmenditor, nga pengesat për shembull është rutina e njeriu që eton, zakoni i tij. Që epshi është pajtu me to, njeriu është futur në një konformizëm të caktuar, dhe tash zemra o do ta lufton këtë konformitet për dalë në nivel tjetër të avancimit, o do të pajtohet me të. A kjo është pengesë. Ramazani është një mundësi për ta thyer rutinë, për ta thyer, për ta ndryshuar, për ta përmbysur gjithë këtë. Gjithsesi. Prandaj edhe është suport i hatashëm i madh për zemrën, për faktin se ne përmes agjërimit dalim nga rutina. Dalim nga zakonshmja. Sa ka njerëz për shembull të cilët kushtimisht po them kanë varësi nga disa dukuri të caktuara të këqija. Jo që ata ndoshta bëjnë për të bërë keq. Po është mësuar me këtë. Është për pjesë e jetës, ritmi e tash dalja e zemrës nga kjo mënyrë e jetuarit don forcë, don shëndet. Nga se është e kapur nga epshi. Pra një pengesë e madhe është realisht ajo që është bërë pjesë e jetës që njëri me te bashkjeton e që nuk është në rregull. Nuk duhet bashkjetuar me te. Pengesë gjithashtu në rrugtimin e njeriu drejt Allahut mënduar me zemrën e tij është edhe ignoranca. Nga se zemrës i duhet dije, sikurse barku që duhet ushqim. Zemra nuk ushqehet me bukë as me ujë. Zemra ushqehet me dije, me njohuri. Për shembull, nga njohuritë esenciale dhe kryesore që e ushqejnë zemrën dhe bëjnë të fuqishme, me i kalu pengesat është njohja ndaj Allahut mënduar. Sa më tepër një Allahun xhallahu ala, fluturon drejt Allahut te barekuhu teala. Pra leximi i Kuranit, njohja e jetës së profetit sallallahu alajhi wasallam e ndryshon. E ndryshon. Mungesa e këtyre informatave, sa më tepër ka mungesë informative, sa më tepër ka ignorancë, këto pengesa. Që zemra fillon duke u plagosur nga se s'ka fuqi, nuk është e ushqyer me atë që i duhet. Është ajo më kot namazi i xumas, falja të premtes ka dhe një pjesë ligjërimi ku së paku një herë në javë çdo besimtar i duhet që ndoshta të përkujtohet me atë që ka Kurani dhe tretë profetike. Kjo tekni në esencë edhe më shumë se kaq, vëllai Ilir. Ne gjatë ditës kemi 5 kohë namazit. Apo 3 kohë namazit me lexim të zëshëm të Kuranit. Prandaj kur ne kuptojmë Kur'anin tash, kur gjuha arabe është, po them, gjuhë universale muslimanëve. Sot që ka për shembull, nuk mund të avancosh asnjë hap në programim, nëse nuk e një anglisht për shembull. Nuk mundesh. Nuk mund të avancosh për shembull asnjë hap në ndonjë çështje të caktuar të teknologjisë nëse nuk e një anglisht, se është gjuhë universale e teknologjisë, e kompjuterit, e zhvillimit e kështu me radhë. Andaj edhe në kuptimin e adhurimit, gjuha arabe është gjuhë universale besimtarëve. Tash na kemi shkputje, kemi probleme, kjo është çështje tjetër. Por dikur gjuha arabe ka qenë gjuhë unifikuese muslimanëve. S'ka qenë rëndësi prej kaje. Arabisht ke ditë. Ti shumë nga dietarët që vinë nga vise jo arabe, por kanë qenë dietarë të gjuhës arabe. Ka qenë gjuhë unifikuese, gjuhë universale e ummetit ka qenë. Andaj kur gjuha arabe bëhet kështu në këtë nivel, musliman e ushqejnë zemrën me njohuri çdo namaz sabat, çdo namaz takshamit, çdo namaz yacis. Bele dietarët kanë thënë se një nga urtësitë pse duhet bërë hatme në Ramazan, në Teravih, është që muslimanët së bashku, bile nga fillimi deri në fund t'i binë Kur'an një herë, duke u rikujtuar me kuptimet e asaj që Allah thot në Kur'an. Është e pamundshme mi kuptu të gjitha ato ajete namaz,
nga se ka nevojë për lexim, për tefsire, komente, mirë, po shumë nga ato i kuptojmë. Dhe gjendja e njeriu në namaz, i koncentruar, i kthyer ka Allahu i manduar me abdes, duke dëgjuar vetëm fjalën e Allahut te barekutaala, ka ndikim të posaçëm, sikur tek kishim kuptuar fjalën e Allahut xhallahu ala. Dhe kjo është një ushqim hatash i madh për zemrën tonë që në baza ditur ne ushqemi me zemrën. Pastaj në baza javore kemi gjumon, në baza mujore kemi hatmën. Një musliman në rrethon normale, jo në Ramazan, në rrethon normale, duhet një herë në mujt me bohat me Kur'anin. Maksimum i kanë dietar mos me kalu 2 muaj ditë pa e kalu një herë Kur'anin. Tash kur ti për shembull në baza vjetore e ke Ramazanin, në baza e vore ke xhumon, në baza ditore ke namazin e sabat, takshomit yasis, në baza mujore ke hatmën. Shiko ky kontakt i ngjeshëm me Kur'anin, kënaq zemrën e freskon dhe e mban gjithmonë aktive. Ndërkohë shpesh na ndodh që pretendojmë se kemi arritur një nivel të gjallëmërisë të zemrës në raport me Zotin, me besimin, me sinqeritetin. Po e njëjti bilans nuk ta del në raport me njerëzit, kur bëjmë tregti, kur konkurrojmë, kur presim njerëz, kur përcjellim, aq sa shpesh dhe vetja nuk na pëlqen, nuk e kemi atë çiltërsi që do të donim, nuk e kemi atë sinqeritet që do të donim. Po themi ta shëndoshim zemrën me besim, me agjërim, edhe në aspekt në raport me njëri tjetrin. Është interesant, Allahu xhallahu ala në surën Al-Mu'minun flet për besimtarët, kad aflaha al-mu'minun. Allahu thotë të shpëtuar janë besimtarët. Kjo fjala aflaha nuk ka vetëm shpëtim, për të shpëtim po është më tepër se kaq, domthonë. Realisht falah i thon në arabisht bujkut, apo i cili hap një vrim për të hudhur farën, apo për të pastruar që del për saj një fryt pastaj me shumë deg. Allahu xhallahu ala kështu e përmend epilogun përfundimtar të përpjekjes së besimtarëve. Një fryt i besimit është hedhur në zemrën e tyre dhe ka dalë pastaj një deg, një dru me shumë deg, me shumë fryte ku gjithë kanë përfituar prej tyre. Dhe kur Allahu përmend si ka funksionuar ky besimtar, çysh ka qenë funksionimi i tij, thotë e para për namazin. Ata që namaz kanë qenë të përullur, shikoj të përull namaz, e ata që nga fjalët e kohët e ndarguar. Fjalët e kohët, fyrjet, shqarjet, debatet, diskutimet, kacafytjet, çfarë do zënkash që kanë ndodhur, atë janë larguar. Dhe shikoj këtu dietarët e kanë lidhur, kanë thënë se nuk është e mundshme një njeri të ketë zënka me njerëz, shtyre me njerëz e pastaj të përull namaz. S'është e mundshme. Nga se kjo gjendje do të ndikon në këtë gjendje. Edhe e kundërt, nuk është të mundshme një tjetër i përull namaz, me zemër të thyer, i përkushtur nga Allahu azza wa jall, pastaj kur del nga namazi, të ketë një lloj energjie për të zënë me njerëz dhe për të qenë me njerëz. Nëse duam ta masim namazin ton, mund ta masim me këtë aspekt. Po, me këtë aspekt. Si është po themi për dishmëria jote. Edhe nëse duam me përmirësuar namazin, përmirësoj komunikimin me njerëz. Nga se kjo është e lidhur gjithmonë. Sikur se ka thënë pejgamberi alayhi sallam, ai që nuk i falëron njerëzit, nuk është as ndaj Allahut falërues. Në kuadër të kësaj dhe kuptimit të jetës së mënyrë themi, ai që nuk di me komunikim me njerëz, nuk di me komunikim me Allahun. Ai që nuk di me komunikim me Allahun, nuk ka me ditë me komunikas me njerëz. Kjo është gjithmonë apo. Ai që nuk ka fal njerëzve, as Allahu s'ia fal. Ai që nuk i jap njerëzve, as Allah. Kjo është kështu gjithmonë. Apo, ka një sami ka me i kompletu këto dy aspekte, këto dimensione, të raportit me Allahun edhe të raportit me njerëz. Andaj prezenca e zemrës në këto dy dimensione është e domosdoshme. Për faktin se nëse nuk është në njërin, nuk mund të jetë as tjetrën, që duhet. Gjithmonë mund të kenë mangësi në këtë pjesë. Në njëri për shembull i cili rrin xhami të ditën, falet, agjeron, i përkushtuar lexon Kur'an, mirë po për shembull ka lënë obligimet e tij ndaj gruas në shtëpi atje. Nuk mund ta preton beso kur adhurimin si duhet për fakt se ka lënë mungo diçka. Dhe kjo pjesa e xhamisë nuk mund të plotësohet pa pjesën e shtëpisë. Pra shpesh ndoshta e gënjejmë veten. Ndoshta krijojmë një imazh deformuar për besimin tonë. Ato mund të jenë pretime iluzionare, jo reale. Andaj unë e kam fillim vllajën ndërmë i lërë se ne nuk duhet të mbështetim në përshtypjet tona. Për besimi është i prekshëm, është konkret, me rezultate po themi konkrete. E ken Kur'an, sikur se tha Hasan al-Basri rahimullah, qartë tha, shumë njerëz pretendojnë se e duajnë Allahun, e dua Allahun, e dua me shpirt, e dua Allahun. Dhe Allah i sprovoi, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kaq. Thuaj nëse doni Allahun, më ndiqni mua. Sa e ndiqni pejgamberin, çaq e doni Allahun. Kaq. E njeh pejgamber sa në disa aspekte të caktuara, kaq ke dashni. Njëjtë është kjo. Pra nuk mund nëse ke për shembull një makinë edhe e ke mbush 10 litra,
për shembull derivate. Nuk mund të shkosh me këtu Prishtinë, Tiranë, nuk është pamundshëm. Apo se do të më tepër. Ose hajde po them më shumë, më larg, më thon për shembull Prishtinë, Istanbul më shku për shembull. Nuk mund të shkosh. Para të soki derivate që më shku. Edhe dashnia është një derivat i zemrës. Sa ka dashni ka pasim, dhe është jetë. Sa ka dashni ka ndërtim të manduar. Nuk mund ta duash Allahun me zemër e pastaj ta kundërshton me gjymtyrët. E pamundshme, kjo nuk funksionon. Kjo është në kundërshtim me rregullat dhe me ligjet që Allahu xhallahu ala i ka krijuar në botën e njerëzve. Prandaj këto janë të prekshme. Është e qartë. Sa e ndin prezencën e Allahut në jetën tonë, kjo është treguese është në zemrën tonë. Dhe sa nuk ka kështu për tem, nuk ka ndjeshmëri për këtë, ka pengesë dhe ka perde. Ndërkohë ne të gjithë i duam ata të cilët janë të sinqertë, janë të çelëtër, ata të cilët janë bujar, ata të cilët janë të sinqertë, ata të cilët janë zemër mëdhenj, të cilët po themi te kalojnë edhe mirëpresin. Po ndërkohë ndoshta nuk e gjejmë veten të tillë në këto nivele. Çfarë të bëjmë? A është duaja, lutja një mënyrë që Zoti të na ndryshojë, po themi zemrën, apo do të themi ne ata të cilët duhet ta kurojmë zemrën? Ka një varg udhëzimesh që duhet të ndërmarrim dhe ndjekur për ta pastruar zemrën. E para është dituria. Të njohim se çka i duhet zemrës. Të njohim se si manifestohet në jetën e përditshme, për shembull një smundje e zemrës. E kam përmend dietarët. Nëse ka zemër për shembull, nëse ka zemër syfaqësi, si manifestohet? Nëse ka zemër vetpëlqim, si manifestohet? Nëse ka zemër mendimallësi, si manifestohet? Të shikosh? Nëse gjen manifestimet e kësaj smundje në zemër, e kuran me atë që është e përshtatshme me smundjen e caktuar. Njohuria, dija është e rëndësishme. E dyta që na ndihmon në kurimin e zemrës është përmendja e Allahut të mënduar. Qase përmendja e Allahut të mënduar është si ajo që e largon ndryshkun nga hekuri, duke gdhënë e largon pjesën që është sipër desha të kthen në pjesën e qiltër, vizluese të zemrës son. Prandaj është sikurse një pasuri e avulluar që nuk mund të shihet se ka avullim. Nuk mund të është realitet në atë pasqyre, pse ka e mbuluar me një lloj mjegulle. A zemra ashtu avullohet, kushtimisht mjegullohet. Do të largohet atë mjegull për të pa gjërat si janë apo. Prandaj përmendja e Allahut është një largim i mjegullës, largim i këtij ndryshku që ka rënë me zemrën tonë. Përmendja e Allahut është shumë e rëndësishme, dhikri i Allahut të mënduar. Pastaj e treta është përpjekja e vazhdueshme. Përpjekje, nuk vjen këmë njëre, 2 herë, 3 herë. Do njerëz dojnë për shembull që ta pretojnë namazin me këndshëm, sikur se janë xhenet, apo me 2-3 përpjekje, s'po vjen, do shumë. Pra është proces, nuk është moment si thua. Është proces, është përpjekje. Allahu e din kur është mjaftueshëm përpjekja, jo ne. Të thonë thosh, unë e bëlloj përpjekja, nuk jeti ai që vendos. Dikujt Allahu ja jep këtë me pak, dikujt jep Allahu më shumë. Ai e din pse. E jo është të përpjekemi. Nëse zgjidhesh në dorë të Allahut mënduar. Gjithashtu nga ajo që e kurojmë zemrën është të rrimë njerëz që e kanë njëtin të lashë, njëtin breng, që na ndihmojnë në kurimin e zemrës. Tash për shembull se ti rrin izoluar një javë në shtëpinë tënde për të kuruar nga një smundje, e pastaj shkon edhe rrim ata që e kanë këtë epidemi në trup. Ki mos mu prapë, normal që të jeshkun shoqëni ku e kanë këtë smundje. Duhet të kujdesemi nga zonat e kontaminuara, zonat që janë plot viruse. Po normal. Tash zemra nuk e toleron, nuk është e krijuar që ta bart dunjon. Dunjon e bart dora, barku, pjesa jashtë njerëzit. Dunjon se bën zemra. Dhe me nejt në medise ku fullet shumë për dunjane, për lakmine, për këtë, zemra shkon duke u lodh, duke u smund. Nuk e bart këtë apo. Prandaj zemra e kërkon ambientin e vet. Dhe tash ne nga një zemër, po e kuruar në ndonjë sanatorium të caktuar të zemrave atje, e më kthy prapë të njerëz që nuk kanë tjetër më vetë pas si ta arritin shifën numerike të parave, si të kalojnë pushime diku në përdet në kështu me radhë, këta janë shokëtu, nëse me ta flet. Të tregojnë për orën ku di sa euro, për këtë sa euro, e ti shikon një lakmi, s'mund zemra. Nuk ka mundsi, nuk e përballon zemra një goditje të tillë të vazhdueshme. Veçanërisht këtë do ta kemi parasysh ditën e Bajramit kur mbaron ky proces i kurimit të zemrës që është Ramazani, e rrezikojmë pak më shumë mbas. Patjetër, po duhet kemi të kujdes shumë nga shikimi, vëllai. Shikimi është shumë i rrezikshëm, veçanë në kohën tonë. Domthonë njeriu sot ka mundësi të shikon gjithçka. Përpara s'ka mund të pa shumë.
Kemi qenë të kufizuar. Tash po shë pallate, shë makina, shë luks, shë pushime, të shumëta. Mos shiko shumë. Shiko që të përket ty, që duhet. Mbylli sy dhe ule shikimin ka tjerëve, nga se një po them, hapje pendës të dunjos drejt zemrës mund ta dëmton seriozisht zemrën. Le zemrën të lidhet me Allahun xhallahu, le zemrën tek xhamia. Sikur sa pejgamberi sa për ata 7 vjet që do të jenë në hijen e Allahut në gjykimin, tha, ai që ka zemrën të lidhur për xhami. Atje ka zemra, atje i komandit. Po ne kalojmë në jetën tonë të përditshme të argëtimit, të pushimit, të shoqërimit me njerëzit, por zemra duhet të jetë e ruajtur. Për këtë arsye, emëruesi i përbashkët i krejt udhëzime për kurim të zemrës është kujdesi dhe ruajtja e zemrës. Duhet me ruajt zemrën. Me ruajt zemrën për faktin që është e prekshme, është e ndihshme dhe let dëmtohet. Sikurse edhe për shembull çështjet e tjera, shikoj syrin për shembull, sa është i ndihshëm. Ja, shikoj rrugë shumë se nuk për shembull ti me tentu me fut gishtin sy edhe me thon të shohën çu po duket. Mundet, për shkak se dëmtohet. E ruajmë syrin. E ruajmë veten. Nëse është vap, për shembull, kemi një tërë saktuar, nëse është ftaf kemi tërë saktuar. Pse ruajmë shëndetin? Ku është zemra? Me ruajt besimin në Allah, me ruajt nga dyftërsia, me ruajt nga idhutaria, me ruajt nga të gjitha ato smundje që realisht e dëmtojnë dhe e rëndojnë gjendjen e zemrës. Duhet kujdes, dhe zemra duhet të jetë me prioritet e trajtuar, me prioritet të pyesim për zemrën, të pyesim për gjendjen e zemrës, të pyesim për përmirësimin në vazhdimsi, që çështja e përmirësimit të jetë një proces i vazhdueshëm, i pandërprer, jo periodik dhe jo emocional dhe euforik. Ndërkohë, edhe pse profeti moment ka qenë njeriu me kujdesshëm raport me zemrën, prej tij transmetohen disa dua dhe lutje që ai drejton te Zoti për t'ia ruajtur zemrën, për t'ia po themi udhëzuar zemrën. A mund të veçonim ndonjë lutje, ndonjë dua, duke qenë se në këtë muaj Ramazani i shtojmë lutjet më tepër? I dërguari sa më është lut për zemrën e parulën dhe Allah të mënduar. Domthon ku ka alu qalban khashian. Ose kërkon një zemër të parulur, të thyer karshiteje. Një zemër arrogante, jo rebele, karshiteje, po një zemër e parulur, një zemër e gjynzuar përballë madhërisë tënde. Nëse kur zemra gjynzohet, kur zemra parulet, parulen edhe gjymtyt e tjera. Parulen edhe pjesë e tjera të trupit njeriu. Ne lutim Allahun për një zemër të parulur. Gjithashtu e lutim Allahun për një zemër të pastër, sikurse pejgamberi në disa lutje hyrëse namaz është lutur që Allah t'ia pason zemrën, sikurse pastrohet tesha nga ndyqira me ujë, e ka përmend borën, e ka përmend akullin, gjitha këto domethënë lënd që përmes tyre pastrohet njeriu. Një burim i pastërtisë, një burim i qiltërsisë që të shërohet edhe zemra, të pastrohet zemra e besimtarit. Pejgamberi nga duat për zemrën ka thonë Allahumma ati nafsi taqwaha, o Zot më mbor zemrën devotshmëri. Edhe kjo është nga duat që ka bëu pejgamberi për zemrën. E duat shumë ta që janë transmetuar, mund të gjeni lehtë në librat e përkthyer ku ka hadithe të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Por Zoti shpëlef për këto fjalë, për këto këshilla dhe për këto orientime. Amin. Ju falenderoj. Nërmiq, këto ishin minutat e takimit sotëm, folëm për zemrën. Ajo çka kuptuam është se zemra dëmtohet nga fjalët e panevojshme, nga fjalët e dëmshme, të cilat shpesh bëhen zakon, gjithashtu dëmtohet edhe nga shikimet e panevojshme, shikimet të cilat nuk e ndihmojnë, por se përkundrazi e demoralizojnë, por se edhe e mbushin me konfuzitet. Unë falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish nesër, sërish bashku, deri atëherë kalofshi sa mirë.